Dy persona kur duhen shumë, femën e mashkull, që kanë dashni të madhe tepër, nuk është keq. Mirë po vetëm që mundet këtu me ko një problem i madh shumë. Sikur që e dini ju vetë, shumë herë thojnë njerëzit që bashkë ato persona që duhen tepër që kanë dashni të madhe, kur nuk bëhen bashkë, gjithmonë ndahen. E për çka arsyeja, gjithmonë që ka e folin ma shumë ti populli, njerëzit bojnë magji, prej xhelozisë, ose prej zilis, ose çka ta dione. Mirë po kjo nuk është e vërtet hiq. Pse? Sepse dashuria është vetë magji. Magjia nuk ka që ka i bën dashurisë. Se për shembull, keni pa edhe vetë kur të dëni një person, jeni dashuru, me kon 1000 kilometra ose 2500 kilometra larg në tosht, ti e dën edhe ki afër zemrës. E kjo është domethënë dashuria është magji. S'ka që ka i bën magjia kur gjë dashurisë, ajo është sikur zjemi me zjem, me luftu bashku, po nuk mujnë me fitu njëri tjetrin. Po këtu është problemi, vetëm një problem është i madh. Këtu është që ata dy vetë që duan shumë e kanë dashni të madhe tepër. Sa ma shumë dashuria është më e madhe që forcohet, qaq ma shumë edhe xhelozia bëhet më e madhe, edhe xhelozia forcohet. Mirë po xhelozia është dy lloj. Ka xhelozi të pastër, edhe ka xhelozi të zhytur. Xhelozia pastër është për shembull çat person që e don, ki qef shumë herë me thirr, shumë herë me fol me ta, me nejt me ta, për shembull kur e thirr, se kap me njëherë telefonin ose nuk shkruan me njëherë, nuk ta kthen përgjigjen, ti atëre normal që bi xhelozisë madhe e vet ku je, pse s'po më shkruan? Ku je kështu? Mos ki gjet në femën tjetër, mos i dashuron në kon tjetër. Unë s'po më me nejt pa ty. Unë i kam mend të ti. Unë po du ty shumë, s'po mëj me flejt, s'po merr gjumi. E kjo është xhelozia e pastër. Atëre vjen xhelozia e zhytur. Për shembull, ti e thirr çat person, një herë, dy herë i shkruan, nuk t'u ka lajmëru, ka një çfarë syje ai bavaki që s'u lajmëru. Atëre ti fillon me ofendime, me xhelozi të zhytur. Ku je bre ti? Pse bes po shkruan? Apo më kallzon, apo më tregon çka u puna jote? Atëre fal një shprehje, ti e kurvar, ti e poshtër, ti të shku me kurva, ti e mangup. Atëre fillon edhe me xhelozu ku nuk duhet hiq. Për shembull, ai ka një shoqe, e ki pa me një shoqe të i fol. Ose në familje, do më thonë me qiktezës, dajës ose dikuna, fillon edhe aty me xhelozu, ajo është do më thonë xhelozi e zhytur. Mas ne në qofë se është e vërtet se qaj person është qasi njeri që ka po mendon ti edhe që ka po fol, atëre nuk është problemi madh. Se ai person u mësu me kësi ofendime, se ai ka pas edhe me tjera, ashtu edhe me ty nuk i do këtë kur gjëhiq. 5 minuta e ka rënd, mas ne e harron apet. Po në qofë se ai person nuk është e vërtet që ka po mendon ti edhe ato fjallë që ka i ki fol, atëre ti atë person ki me lëndu shumë edhe kimi ja hek dashurin që e ka në zemër, piteje. E pse i del pi zemrës ati personi? Sepse ai person nuk u mësu më ofendu, as nuk u mësu më lëndu për dikuj, bon vaki që para her i ka ndodhur prej teje dhe ai e nin veten shumë keq, aq keq që ja hek edhe dashurin që e ka me ty. Edhe në qoftë se me të vërtet ai person është i drejt edhe të ka desht pa hile, ti mi a thonë vetëm një fjalë ofenduse, idiot, mi afton për to. Ajo fjalë ati personi i sjellet 24 orë në kry, edhe për atë arsye atina i delti prej zemrës, sepse ai nuk është i mësuar me fjalë ofendime. Sikur që thash parzit, dashuria është magji, nuk mundet më hek për 24 orë. Atëre i met ati personi edhe një pikë dashuri në zemër. Mirë po, që ajo pikë dashurie që ka në zemër, është njëtë sikur një farë e paltigjonit, ose specit, që e qetë në dheja ose në bashe edhe rritë e tapet. Ki mundësi që qatë dashuri mi a këthy edhe me rritë tapet se që shokon. Mas nej, sa ma shumë herë që i përsëriti këto fjallë, ati qaq ma shpet kimi dalë pi zemës, dikur kam i med vetëm një pikë dashuri. Kur i hup edhe që ajo pikë dashnie, mas nej, ti lufto, qysh ki qef, qysh dush lufto, nuk mund është moti atë person me fitu me bo për veti. Edhe në qëfë se i del për para, e qelë dhejon edhe hin dhej për zgjalli, ati personi mo nuk mund është mi udhim, as nuk mund është mo me akthy dashurin.
E kështu që kini kujdes kur e dëni dikon, rujeni edhe gojen. Tung.